Zeidul Hajri. Ti ke dy cilësi të cilat I do Allahu xhaleshanuhu dhe I dërguari I tij, durimin dhe shpirtmadhësinë. Muhamedi alayhis salam. Njerëzit janë me karaktere të ndryshme. Ata që ishin më të zgjedhurit në kohën e ignorancës janë më të zgjedhurit edhe në Islam. Ja, po të sjellim dy pamje të një sahabi fisnik. E para e përshkruan vrazhdësinë e ignorancës, ndërsa e dyta përshkruan butësinë e Islamit. Ky sahabi është Zeidul Hajl, Zeidi I kuajve, siç e quanin njerëzit në kohën e ignorancës, dhe Zeidul Hajr, Zeidi I mirësisë, ashtu siç e quajti pejgamberi alayhis salam pas kalimit të tij në fenë islame. Pamjen e parë e gjejmë në librat e letërsisë, në të cilat shkruhet: Shejbaniu transmeton nga një plak I fisit Beni Amir, I cili kishte thënë: Ishte një vit I thatë, gjatë të cilit u dogjën të lashtat e ngordhën shtazët, dhe një njeri prej nesh me tërë familjen e vet shkoi në El Hire, I la aty dhe u tha: Prisni këtu derisa të kthehen përsëri. Pastaj u betua se nuk do të kthehet derisa të bëhet I pasur apo të vdes. Mori pak ushqim me vete dhe udhtoi tërë ditën derisa ra nata. Para tij gjeti një tend, afër së cilës ishte një gomar I lodhur dhe tha me vete: Kjo është plaçka e parë. U nis në drejtim të tij, filloi ta zgjidh, por kur deshi të hip mbi të, dëgjoi një zë duke thirrur. Lëre atë, e shpëtoi vetveten, e la gomarin dhe shkoi. Pastaj u thoi 7 ditë rresht deri në një vend pushimi për deve, e aty afër ishte një tendë e madhe me një kupol prej lëkure, e cila jepte shenjë për pasuri dhe begati, dhe njeriu tha me vete: Në këtë vend patjetër duhet të ketë deve, edhe në këtë tendë patjetër duhet të ketë njerëz. Pastaj u afrua tendës, pak para perëndimit të diellit, dhe në të gjeti një plak të lodhur. Ul prapa tij, e plaku nuk e hetoi fare. Nuk kaloi shumë kohë dhe perëndoi dielli, e aty arriti një kalorës I fuqishëm. Hipur në një kal të lartë, e rreth tij ishin 2 robër, që shkonin në të majtë dhe në të djathtë, dhe me të afër 100 deve, të cilave u printe një deve e madhe. Aty ra deveja e madhe dhe rreth saj ranë edhe të tjerat. Mile këtë, I tha kalorësi njëri prej robërve të vet, duke I dhënë shenjë për njërën nga devet e majme, dhe jepi të pi qumësh plakut. Ai e moli atë derisa u mbushena. Ja ofroi para duarve të plakut edhe u largua pak. Plaku piu një glëng apo 2 e pastaj e la. Atëherë ju afrova plakut fshetazi, ja mora enën dhe e piva tërë qumshtin e mbetur. Robi u kthye, e mori enën, e tha: O zotria im, plaku e piu të tërë qumshtin. Kalorësi u gëzua për së tepërmi dhe tha: Mile këtë, duke I dhënë shenjë për një deve tjetër. Përsëri e la enën para duarve të plakut. Robi e zbatoi urdhrin e zotërisë së vet. Plaku e piu përsëri një glëng dhe e la. Unë mora dhe e piva gjysmën e qumshtit. Unë desha ta pi të tërën që të mos ngjallja dyshim te kalorësi. Pas kësaj, kalorësi e urdhëroi robin tjetër që të prej një dele. Kalorësi u çua, vet ja pjeku delen plakut dhe u shiu me duart e veta derisa ai u ngop, dhe atëherë nisi të hajë ai dhe 2 robërit e tij. Nuk kaloi shumë edhe të gjithë shkuan të flenë nëpër shtretërit e tyre dhe I zuri një gjumë I thellë. Atëherë u drejtova tek deveja kryesore, e zgjidha, I hipa dhe pas saj u nisën edhe devet e tjera, dhe kështu vazhdova udhtimin tërë natën. Kur agoi mëngjesi, shkova në të gjitha anët edhe nuk vërejta se më përcillte kush. Kështu vazhdova derisa erdhi mesdita. Nuk kaloi shumë kohë, edhe posa u ktheva anash, pash diçka që I përngjante shqiponjës apo një shpendi të madh. Kur u afrua pranë meje, vërejta se ai ishte një kalorës hipur në kalin e tij dhe vazhdonte të vinte nga unë, derisa më në fund vërejta se ai ishte kalorësi që kërkonte devet e tij. Atëherë lidha deven, ndora një shigjet prej strajcës dhe e vura në hark. Deveti lash prapa meje. Kalorësi qëndronte larg meje dhe më tha: Zgjidhe frerin e deves. Unë ja ktheva: Ase si, ka ditë që kam lënë disa gratë uritura në El Hire dhe jam betuar se do të kthehem tek ato vetëm atëherë kur të grumbulloj pasuri ose I vdekur. Ai më tha: Atëherë, ti je I vdekur. Zgjidhe frerin e deves. Unë ja ktheva: Nuk do ta zgjidh.
Ai përsëri më tha, me det për ty, ti je i mashtruar. Pastaj tha, më trego mua lidhjen e devës. Nyjet ishin 3, pastaj më pyeti se në cilën prej nyjeve dëshiroja ta hidhte shigjetën. I dhash shenjë në të mesmen, i bëra shenjë për në të mesmen, e hodhi shigjetën dhe ja qëlloi asaj sikur ta kishte lidhur me dorën e vet. Pastaj e qëlloi të dytën, pastaj dhe të tretën. Atëherë nuk më mbeti tjetër, vetëm ta kthej shigjetën në strajcën time, dhe qëndrova para tij i dorëzuar. U afrua pranë meje, e mori shpatën dhe harkun tim dhe tha, hip pas meje. Hipa pas tij dhe më tha, çfarë mendon se do të bëj me ty? Unë ju përgjigja, mendoj më të keqen. Më pyeti, përse? Ju përgjigja, për atë që bëra ndaj teje, për mundin që të shkaktova, dhe më në fund Allahu ta mundsoi të më kapësh. Atëherë tha, a mendon se unë do të cilem keq ndaj teje kur ti je ai që e shoqërove Muhelhelin? E ka fjalën për babain e vet në pirjen dhe ushimin e tij. Dhe fjete me atë natë. Pastaj dëgjova emrin e Muhelhelit edhe i thash, ti je Zeidul Hajl? Më tha, po, unë jam. I thash, cillu mirë ndaj robit tënd. Më tha, mos u merr akos për këtë, edhe më mori deri në vendin e tij edhe më tha, betohem në Allah se sikur të ishin të mijat këto deve, të gjitha do t'i jepja ty, por ato janë të njërës prej motrave të mia. Ri me mua disa ditë, sepse së shpejti kam ndërmend të ndërmarr një sulm, e ndoshta do të plaçkis diçka. Nuk kaluan as 3 ditë, ai sulmoi fisin Benu Umeir, dhe plaçkiti mbi 100 deve, të gjitha mi fali mua. Po ashtu me mua dërgoi disa njerëz të tij që të më mbrojnë nga çdo sulm eventual derisa të arrija në El Hire. Ky ishte personaliteti i Zeidul Hajlit në kohën e ignorancës, ndërsa për personalitetin e tij në Islam na rrëfejnë librat e historisë, të cilat thonë, posa i arritën lajmet e pejgamberit alayhis salam, Zeidul Hajlit, ai u ndal dhe i studioi disa nga parimet në të cilat thërriste ai. E përgatiti karvanin e tij dhe i ftoi disa nga të parët e popullit vet që të vizitojnë Jethribin dhe të takohen me pejgamberin alayhis salam. Me të u nis një delegacion i madh prej fisit Tai, në mesin e të cilëve ishin Zuru ibn Sedusi, Malik ibn Gjubeiri, Amir ibn Gjuveini dhe shumë të tjerë. Kur arritën në Medinë, u nisën në drejtim të xhamisë së pejgamberit alayhis salam dhe i lidhën të vetë tyre tek dera e xhamisë. Në momentin e arritjes së tyre, pejgamberi alayhis salam ishte duke u folur muslimanëve nga minberi i tij. Atyre u pëlqyen fjalët e tij, u habitën nga përqendrimi i madh i muslimanëve dhe ndikimi i fjalëve të tij në mendjet dhe zemrat e tyre. Kur pejgamberi alayhis salam e vërejti praninë e tyre, ju drejtua muslimanëve me këto fjalë: unë jam më i mirë për ju se sa Uzaja dhe të gjitha ata që i adhuroni. Unë jam më i mirë për ju se sa deveja e zezë, të cilën ju e adhuroni. Fjalët e pejgamberit alayhis salam ndikuan në mënyra të ndryshme te Zeidul Hajli dhe tek ata që ishin me të. Disa prej tyre ju përgjigjen të vërtetës dhe e pranuan atë, e disa të tjerë nuk ju përgjigjen dhe u treguan kryelartë. Një grup fitoi xhenetin, e grupi tjetër meritoi xhehenemin. Zuru ibn Sedusi, kur e pa pejgamberin alayhis salam në atë pozitë të lartë edhe shikimet dhe zemrat e besimtarëve të drejtuara nga ai, ju ngjall zilia në shpirt, kurse zemrën e kaploi frika. Pastaj u drejtua atyre që ishin me të dhe u tha: unë po shoh para meje një njeri që i paska përfituar zemrat e arabëve, por unë nuk lejoj që ai të përfitojë edhe zemrën time. Pastaj u nis në drejtim të Shamit, i qethi flokët edhe kaloi në krishterizëm, ndërsa Zeidi dhe të tjerët patën një qëndrim krejtësisht tjetër. Posa e përfundoi pejgamberi alayhis salam hutben e tij, Zeidul Hajli u ngrit në mesin e muslimanëve. Kishte një pamje shumë të bukur, një sjellje shumë të mirë dhe ishte shumë i gjatë, saqë kur ishte hipur në kal, këmbët i preknin në tokë, sikur të kishte hipur mbi një gomar. Qëndroi me shtatin e tij të hedhur, e lëshoi zërin e tij të lartë dhe të gjatë e tha: O Muhammed, dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se ti je i dërguari i tij. Atëherë, pejgamberi alayhis salam u nis drejt tij dhe e pyeti: kush je ti? Ai u përgjigj: unë jam Zeidul Hajl ibn Muhelheli. Pejgamberi alayhis salam atëherë ja ktheu: ja,
Jo, tani e tutje, je Zeidul Hajr, Zeidi i mirësisë, jo Zeidul Hajl, Zeidi i kuajve. Falënderimi i qoftë Allahut, i cili të solli këtu prej luginave e maleve të tua dhe ta zbuti zemrën për Islam. Pas këtij momenti, ai u bë i njohur me emrin Zeidul Hajr. Pejgamberi alayhis salam pastaj shkoi me të në shtëpinë e vet, dhe me të ishte Omer ibnul Hatabi dhe një grup i sahabëve. Kur arritën në shtëpi, pejgamberi alayhis salam i ofroi Zeidit një mbështetëse, por atij i erdhi keq të mbështetet në prani të pejgamberit alayhis salam dhe ja ktheu. E kështu vazhduan t'ja kthejnë njëri tjetrit mbështetësen 3 herë. Kur të gjithë ulën në përvendet e tyre, pejgamberi alayhis salam i tha Zeidul Hajrit: "O Zeid, s'ka ndodhur që një njeri të ma përshkruajnë dikë e kur më është dhënë rasti ta shoh atë, kam vërejtur se nuk ka qenë ashtu siç ma kanë përshkruar, përveç teje dhe përshkrimit tënd." Pastaj i tha: "O Zeid, ti ke 2 cilësi të cilat i do Allahu dhe i dërguari i tij." Zeidi e pyeti: "Cilat janë ato, o i dërguari i Allahut?" Pejgamberi alayhis salam u përgjigj: "Durimin dhe shpirtmadhsinë." Zeidi atëherë tha: "Falënderimi i qoftë Allahut, edhe të dërguarit të tij, i cili bëri tek unë ato cilësi që i do Allahu dhe i dërguari i tij." Pastaj u drejtua nga pejgamberi alayhis salam dhe tha: "O i dërguari i Allahut, më jep 300 kalorës edhe do t'i sulmoj ata atje ku janë strehuar, në perandorinë romake, edhe do t'i mund." Pejgamberi alayhis salam e madhëroi këtë aspirat të Zeidit dhe tha: "Zoti të ruaj ty, o Zeid, sa njeri i mirë që je." Së bashku me Zeidin e pranuan fenë islame të gjithë njerëzit e fisit të tij. Kur Zeidi deshi të kthehej së bashku me njerëzit e fisit të tij në shtëpinë e tyre në Nejd, atë e përcolli pejgamberi alayhis salam dhe tha: "Sa njeri i mirë është ky. Sa i madh do t'jetë kontributi i tij sikur të shpëtojë nga sëmundja e Medinës." Në atë kohë në Medinë ishte përhapur një sëmundje ngjitse. Po sa u largua prej saj, Zeidul Hajri u sëmur. Po sa e hetoi këtë, ai u tha shokëve që ishin në përcjelljen e tij: "Më largoni prej vendit të Kajsit, sepse ne kemi qenë në armiqësi me ta në kohën e ignorancës. Betohem në Allah se nuk do të luftoj asnjë njeri derisa të takohem me krijuesin tim." Zeidul Hajri e vazhdoi udhëtimin e tij në drejtim të shtëpive të fisit të tij në Nejd, edhe pse dhimbjet e sëmundjes avinin e shtoheshin pas çdo çasti. Kishte një dëshirë të vetme, të takohej me popullin e vet, dhe ata ta pranonin fenë islame para tij. Kështu ai vazhdoi të bëj gara me vdekjen, mirë po më në fund ajo e mundi. Nuk kaloi shumë kohë dhe ai vdiq në mes të rrugës. Prej kohës kur ai kishte pranuar fenë islame, ishte një kohë tejet e shkurtër, gjatë së cilës nuk kishte bërë asnjë mëkat.